Zgjedhjet e 11 majit në Bashkinë e Lushnjës, përveç aspektit politik, na përballën edhe me një realitet tjetër, atë të plakjes së popullsisë. Në qendrat e votimit mbizotëronin moshat e mëdha për të votuar. Krahas emigracionit të lartë, vendi po shënon më shumë vdekje se sa lindje, duke përkeqësuar edhe më tej tendencën demografike. Plakja graduale e popullsisë dhe emigracioni i lartë i të rinjve po bëjnë që lindjet të jenë gjithnjë e më të pakta, sidomos në zonat ku ka patur valë të forta emigracioni si në veri të vendit. Instat bëri të ditur se në tremujorin e parë të vitit 2025, lindjet shënuan rënje me 14.1%, ndërsa vdekjet me 5.8%, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2024. Shtesa natyrore në tremujorin e parë të vitit 2025 ishte negative, minus 883 persona. Instat raportoi se të gjitha qarqet regjistruan rënje krahasuar me 2024. Rënja më e vogël ishte në Berat, minus 4%. Rënja më e madhe ishte në Kukës me minus 22.9%. Një tregues direkt i pasojave të emigracionit që në vitet e fundit është thelluar në veri të vendit. Qarku me më shumë lindje ishte Tirana me 1750 dhe qarku me më pak lindje ishte Gjirokastra me 76 lindje. Rënja e lindjeve po sjell pasoja negative në ekonomi, të cilat kanë filluar të ndihen që nga mosgjetja e forcës së punës, nga dalsimi i konsumit e deri tek skema e pensioneve.